qytetet e tjera Shqipërisë, jo vetëm për çështjen për cilën nisëm. Por unë dua sërish të rikthej vëmendjen te çështja mjedisore. E nisëm protestën për të mbrojtur zonat e mbrojtura, në fakt të cilat duhet të ishin ligjërisht të mbrojtura dhe fatkeqësisht sot me ligj nuk kanë mbrojtjen që duhet kishin. Sot së bashku me një grup qytetarësh të pavarur kemi ndërmarrë një nisëm, kemi dërguar një kërkesë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të hapur një referendum për shfuqizimin e ligjit 21/2024 për zonat e mbrojtura. Tregojmë që jemi shumë të vendosur, do të përdorim të gjitha metodat demokratike për të kërkuar të drejtën tonë. Referendumi është një drejtë kushtetuese, është një nga metodat që ne do të përdorim edhe pse nuk është e thjeshtë. Siç mund ta dimë, kemi shumë praktika referendumi, por shumë pak kemi arritur që të nisojmë deri në fund. Por unë besoj që me këtë energji që ne kemi pasur gjatë gjithë këtyre ditëve, ne nëse vazhdojmë kështu, edhe këtë referendum mund ta çojmë para. 50.000 firma nuk janë asgjë përpara mbrojtjes së natyrës, përpara mbrojtjes së trashëgimisë për fëmijët tanë dhe trashëgimisë natyrore, e cila në fakt është e pathyeshme dhe fatkeqësisht është një kërcënim të vazhdueshëm. Faleminderit, do t'ju njoftojmë në ditën në vijim, në ditën që do të fillojmë mbledhjen e firmave.